çdo person që i referohet këtij lloji leximi mund të marrë mesazhet që parapëlqen tek jeta e tij ose tek pjesa e sferës që ka në këtë kohë. Ra letra e yllit, shikoj që ju keni arritur dhe po arrisni pjesën e performancës tuaj, po gjithsesi unë shikoj që jeni në dilemë, keni një dritë përpara vetvetes, drita ju bën që ju t'ju japi motivimin dhe sa për i përket e shikoj që ju keni pasur një sfidë dhe sfida ju që keni pasur në këtë kohë nuk do të qëndrojë më tek juve, ju shikoj një ndriçim, edhe ndryshim dhe ndriçim. Po arrini të ndërtoni pemën e familjes, ju po arrini të ndryshoni çdo gjë. Jeni në performanca të forta në këtë kohë, keni marrë vendime shumë të forta, shumë të kthjellta, sado që keni përpara ose keni pas një vërtetësia ka kaluar me pak kohë, po ju kalon si shenjë e errët në trupin tuaj. Në këtë kohë ju po arrini çdo lloj plani, çdo lloj qëllimi dhe keni ndryshime radikale shumë në shumë sfera. Sa përket familjarëve, po ndërtojnë ose një banesë të re, ose një biznes të ri, ose më saktë qëllimet e tyre bëhen realitet. Te dashurit, shikoj që dashurit janë të zjarrta, keni marrë vendime në dashuri, dhe sa përket dashurit e ndara tash e shikoj që ka pajtime mes tyre, ka ndryshime mes tyre, gjithsesi me një anë është dhe frika, ka tundimin, ka frikën dhe ka mosbesimin. E shikoj që çdo gjë tek ato ndryshon dhe është me një pjesë energjie që vendoset tek pjesa e dashurisë. Takimet janë të shpejta dhe finalizimi është shumë i shpejt. Formohet finalizimi, futet si një pjesë akulli, çdo gjë është e pastër tek dashurit në këtë kohë. Ka mesazhe të forta. Gjithsesi, ka pjesë tek dashurit që janë të thyre. Një pjesë personash që kanë pasur një lidhje të gjatë, lidhja e gjatë tek ato nuk funksionon mirë, është diçka mes një mur ndarës mes tyre, ka pak fjalë, ka mërzite, domethënë unë shikoj distanca tek ato, ka papërësi distanca dhe më tepër ka mesazhe të errta. Shikoj që s'ka siguri nga personi mashkull dhe sa përket identitetit femër, e mendon vetën shumë të vrarë në shumë pjesë të kohe, e mendon vetën të pas zgjidhje, dhe e shikoj duke lundruar me një lloj varke, që varke e pa shpresë kjo varka, e pa vendosur në jetën e saj. Vazhdimësia. Doni të bëni të arrini gjithçka. E shikoj që ju tash po transformoni diçka, po arrini në mënyrën, në pedestalin që kërkoni. Keni 3 qëllime, mbani me një qëllim, mbani shumë fort, doni të arrini të qëllimin. Njëkohësisht ju suportojnë 2 veta, 2 persona të tjerë, janë persona pozitiv tek ju, po një person domethënë është me ide të tjera dhe s'parapëlqen idetë e juaja, po gjithsesi ju mbështet me një lloj është i pakënaqur nga mbështetja e tij, ju jeni me një ide të pastër përpara, po keni një ide të fortë që luftoni për të arritur gjithçka dhe shikoj që jeni domethënë me një dritë hyjnore, po shkëlqen çdo gjë, e keni kërkuar këtë lloj drite, e keni kërkuar prej kohësh dhe pothuajse ja ju erdhi dhe koha në këtë kohë. Sa përket disa personave që kanë biznese, shikoj që i kanë mbrapsht bizneset, letra qëllojnë në mënyrën e kundërt dhe unë shikoj që kanë mbrapsht bizneset, shikoj që janë të pavendosur dhe ka një humbje në biznes. Humbja është domethënë midis ortakërisë ose midis personave që kanë qenë të bashkuar për të ngritur këtë lloj biznesi. E shikoj më tepër të janë persona janë në lartësi dhe kanë pasur biznese të forta ose lidhje të forta me punë të mirëvartura me një lloj pasurie, dhe kjo unë shikoj që janë si të humbur, duhet të kenë kujdes se janë si të mposhtur në shumë pjesë, edhe kanë një errësirë që po i kanosen në këtë kohë, duhet të keni pak kujdes nga kjo pjesë, nga ky lloj mesazhi që unë po përcjell.
shikoj që sa për identitetin mashkull, shikoj që ka një tradhtim pas shpine. Kam pas një lidhja nuk i kam funksionuar mirë me një femër. Femra që në fillim ka qenë e pasigurt, do të ka qenë femër si tradhtare, ose femër manipuliste, ose femër për të kaluar një pjesë kohe. Njëkohësisht në këtë kohë është prezantuar me një femër, është prezantuar një lidhje të re. Lidhja e re është shumë e fuqishme dhe shumë e mirë. Femra është femër transparente, është e sinqert dhe është e paqshme, është person pa lloj interesi, është person nuk është materialiste, kërkon vetëm pozitivitetin tek ju. Ju sa për përket e keni lënë si me njang këtë lloj dashurie ose dileme, sa jeni prezantuar dhe keni lënë pak pezull. Njëkohësisht, unë shikoj që ju vazhdoni misionin që keni, shikoj që keni një udhëtimi është i largët, por nuk keni dhe siguritë e udhëtimi, sepse keni marrë një miratim dhe mendoni se do fitoni, të fitoni diçka, të ktheni, të bëni një punë që ju keni në mendje. Mesazhi është më tepër për familjarët në këtë kohë. Ju në familje shikoj që keni shumë vendime, dhe po i llogarisni pjesët e parave ose pjesët e harxhimit që keni harxhuar, sa i përket, domethënë, kryefamiljarit tek ju është pak i mërzitur dhe do debatojë ose do ketë pak fjalë të pakënaqura për pjesën e harxhimit dhe financave që keni nxjerr nga pjesa e duarve. Njëkohësisht keni një lloj udhëtimi që po formoni që të arrini pasurinë tuaj. Ky lloj udhëtimi përbashkohet me persona të tjerë dhe keni një ide brenda vetes, ide që i keni të mrekullueshme dhe mbas ideve që u keni në mendje, çdo gjë do jetë e qartë dhe pozitive tek ju. Ju po arrini gjithçka. Shikoj që po ktheni nga një lloj lumturie dhe do arrihet lumturia në shumë dimensione të larta. Shikoj që ju shikoni veten si mbreti ose do mbretëroni në këtë pjesë kohe. Do ngrini shumë, domethënë, kështjella ndaj vetvetes, ose mos ngrini një banesë të re ose një lloj biznesi të ri, po e shikoj që jeni person me forcë, do përdoret forca intuita tek ju dhe vendosja. Dhe në këtë kohë, persona sa i përkasin shikimit që unë po referoj, kanë shans dhe kanë fat në këtë kohë, sepse kanë simbolin e kalin e bardhë. Kali i bardhë është simbol lumturie dhe simbol paqe dhe simbol shpejtësie në pjesët e situatave të personave. Çfarë mesazhi do ndodhi përfundimtar tek ju? Kur do ndikoj fort mesazh goditës tek ju? Mesazhi goditës është sepse keni një engjëll. Engjëlli në çdo plan që ju po veproni në këtë kohë është si ku po sondon tek ju dhe ju keni përparësi. Luteni nga pjesa e paqartësive që keni dhe pjesa situatës që është si kaos e errët tek ju, po ju shumë shpejt ju zgjidhet çdo lloj problemi. E shikoj që është vështirësia tek ju, është simboli i vështirësisë tek ju. Arrini gjithçka, gjithë luftën që bëni tash në këtë kohë, unë shikoj një pozicion pune të ri. Shikoj pozicion pune të ri, e arrisni me forcë të pozicionin, keni harxuar para ose do harxhoni para që të arrini këtë lloj pozicioni dhe njëkohësisht me forcën dhe me pjesën e diskutimit ose manipulimeve të fjalës të mirë, unë e shikoj që arrini këtë pjesë dhe njëkohësisht keni dy persona, domethënë që urrin poshtë këmbëve, ju ndjekin dhe kërkojnë sqarime tek ju dhe njëkohësisht keni lënë si pas dore dashurinë.